Policia e Tiranës njoftoi se nuk ka marrë përsipër zhvillimin e tubimit të Partisë Demokratike, që pritet të nisë në orën 18:00 para kryeministrisë, pas 4 protestave ku janë shënuar akte dhune. Bluta e kryeqytetit thonë se vendimi është marrë mbi bazën e analizës së riskut dhe informacioneve për mundësi veprime të dhunshme. Sulmet e përsëritura ndaj efektiveve ku në protestën e 10 shkurtit u raportuan 16 policë të lënduar, janë një tjetër argument i qëndrimit të tyre. Por kush do të mbajë përgjegjësi për aktet e dhunës në këtë situatë kur policia zyrtarisht nuk ka marrë përsipër mbarvajtjen e tubimit? Ministria e Brendshme dha këtë përgjigje. Si të jetë një protest me leje, si të jetë një protest pa leje, kushdo që kryen një veprim i cili dënohet penalisht, patjetër që bën klasifikimin e veprës tjetër organ, është policia, është prokuroria që bën klasifikimin e veprës në varësi edhe të çfarë veprimi kryhet. Megjithatë, pavarësisht këtij vendimi, Policia e Tiranës ka marrë masa në bazë të ligjit për tubimet për garantimin e rendit dhe sigurisë. Nga ora 15:00 e datës 20/2/2026 deri në përfundim të tubimit do të bllokohet qarkullimi i automjeteve në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nga kryqëzimi pranë Ministrisë së Brendshme deri te sheshi Nën Tereza, si dhe në rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali 2 dhe Ismail Qemali. Këto pamje tregojnë masat e sigurisë në godinën e kryeministrisë, ku mbështetësit e opozitës pritet të mblidhen në nisje të protestës kombëtare.